Një fjalë e urtë greke e lashtë thëtë që para fakteve dhe zotra të heshtin, por si qëtu këtë opozita e Kosovës nuk po. Ndodhi një situatë e pa precedent. Pra opozita nuk e votoi raportin e Komisionit për verifikimin e korumit dhe mandateve, të cilin komision e kryesoi deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, me cilin jam bashkë këtu, zoti Artan Abrashi, i cili do të flasë edhe për punën e këtij komisioni. Pra është një situatë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti, ndonse gjithçka ishte në përputhje me kushtetutën, ndonse gjithçka ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe i gjithë materiali që i është servuar gjithësisht përcjellur deputetëve të komisionit ishte ai që ka dalë nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Pra ajo çka e bën shqetësuese këtë situatë është që opozita, pra kjo opozit, asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithësisht regjistrimin e partive politike, por këta kanë hallë kryetarin e lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë Lëvizjen Vetëvendosje. Pra, lutem ta përfundoj. Edhe një herë ta përsëris, pra nuk kanë këta hallë me listën serbe, nën kryetari i secilit subjekt politik ka bërë sulm terrorist në territorin e Republikës Kosovës, me shrast të zhvran një polic i Republikës Kosovës, pra asnjë fjalë kundrejt tyre, asnjë vendim kundrejt tyre, por kanë hallë Vetëvendosjen dhe kanë hallë Albin Kurtin. Një qëndrim destruktiv i tillë i opozitës, i pa bazë, duke u thirrur në atë se nuk është respektu ligjin mbi qeverinë sepse qeveria nuk ka dhënë dorëheqje, ndonse i njoftuam ata për dorëheqjen edhe si akt formal, kjo ka qenë forma e kopjes që është dorëzuar të gjithë përfaqësuesve në atë komision, ku njoftohet qartë që kryeministri i Republikës Kosovës, edhe në emër të ministrave, ka njoftuar kuvendin për dorëheqjen e tij. Nuk ka qenë megjithatë e mjaftueshme që ta bindë opozitën që të vazhdojmë tash e tutje. Një fjalë e urtë greke e lashtë thëtë që para fakteve dhe zotra të heshtin, por si qëtu këtë opozita e Kosovës nuk po bindet as para fakteve që tashmë janë të pa kundërshtueshme.